Ne sonte kemi ftuar këtu analistin detektoi çdo zhvillim dhe proces të çështjes shqiptare, sidomos në Kosovë. Ai njihet si një nga njohësit më të mirënjohur të zhvillimeve sociopolitike mbarshqiptare dhe Zakonisht kur kam me fol për detyrimit, nuk e shkruaj fjalimin, se atë rrezikon që me përsërit ata oratorët paraprak. Dhe kështu që fatlymisht unë tash nuk do t'i përsëris shumë gjëra të cilat i tha folsi paraprak, por do të përpiqem domethënë që të komplementoj me ato që u tha. Ndoshta disa gjërat i them nga njëjta, po të parë nga një kënd tjetër, dhe ai këndi i vështrimit është këndi i konformimit. Unë ka 20 vite që merrem me teorinë e konformimit dhe këtë lënda dhe ligjëroj në universitet, dhe gjithë natyrisht literaturën që bëhet në këtë drejtim, që publikohet në botë, e marr dhe përpiqem ta përcjell të gjithë ato se çfarë edhe kohëve të fundit, sidomos pas luftrave në Ballkan, kjo teori është zhvilluar bëge. Dhe unë natyrisht për të studiuar, për të parë edhe proceset e konformimit tek shqiptarët, nuk mund t'i studiosh ato mirë pa i krahasuar me njëjtat procese tek kombet e tjera, jo vetëm në Ballkan, por edhe në botë. Këtë rast tek është shumë interes, po unë nuk doja të marr shumë kohë, do të elaboroj më gjatë, do të përpiqem sa më shkurt, më të marr disa shembuj për me bë krahasime mes konformimit, për shembull konformimit arab ose konformimit turk, konformimit shqiptar, serb, bullgar, grek, tjera ku sigurisht ka ngjeshmëri shumë të madhe. Kur u përmend këtu, unë natyrisht nuk, megjithëse kam lexuar Kur'anin, Biblën, kam lexuar edhe Tao Te Chingun, që është vepër e Lao Tse-s, që është përmendoj feja zyrtare në Kinë, por nuk pretendoj që njoh këtë fush, ose të paktën që të flas në këtë drejt nga ky aspekt. Nuk e kam domethënë të pretendim, por desha të lidhem me ato se ku unë për herë të parë e kam hasur me termin vahabist dhe çfarë ishin vahabistët. Kjo natyrisht duke lexuar për konformimin arab, kam parë që kjo ka qenë rradhë të parë një lëvizje politike. Një lëvizje politike e cila si çdo lëvizje politike për konformim, ose lëvizje se çdo formim i çdo kombi ka disa faza, ku faza e parë është ajo faza kulturore. Domethënë faza ku njerëzit e parë që merren me një ide kombëtare janë poetët, shkrimtarët ata që shkruajnë poezi, romanet, që idealizojnë, krijojnë mitet për kom. Pastaj faza e dytë është ajo faza e kryngritjes, ku e kryngritjes të armatosur, faza e tretë, faza e shtetëndërtimit të këto, pra dhe në këtë proces kanë kaluar pothuajse të gjitha kombët që janë krijuar deri më sot. Në botë ekzistojnë rreth 8000 popull. Tani në planetin e quajtur Tokë janë mbi 8000 etni, 8000 gjuhë të ndryshme fliten në këtë planet. Madje ka pasur shkencëtarë të cilët kanë menduar se çdo popull duhet të krijohet si komb, dhe do të thotë çdo popull ta ketë shtetin e vet. Këtë ka thënë i pari filozofi gjerman Fichte, thënë nga këtu pastaj marksistët kanë marrë Lenini, Stalini dhe kanë formuluar edhe ato definicionin e vet, i cili
definicioni i Salinit konsiston atë që bën shenjën e barazisë mes etnisë dhe kombit. Por nuk po futem në këtë fushë, por dua të them çfarë është e veçantë tek konformimi arab. Në fazën e parë, pra çdo kom nuk është definuar, nuk artikulohet me njëherë, nis nga një nevojë, nga një vullnet, por dal nga dal ajo është një proces i cili më vonë merr formë. Kështu që tazom tek shqiptarët, që është rast më i njohur njëherë kur artikulimi ka qenë i bërë nga Vasopasha që thoshte mos shikoni kisha xhamia, feja shqiptare është shqiptaria. Ka qenë një artikulim i cili ka qenë shumë i gabuar, natyrisht se nuk mund ndërtohet një kom pa pas një bazë fetare. Se gjitha një kom nuk mund ndërtohet pa vlera morale. Vlerat morale burojnë nga feja. Pavarësisht çfarë të gjitha fetë në botë kanë në esencë kanë një esencë të përbashkët që është përkushtimi ndaj krijuesit. Dhe ato dallojnë në formë, natyrisht më shumë, më pak, por një gjë kanë të përbashkët. E kanë përkushtimin dhe besimin ndaj krijuesit. Edhe mbi bazën e kësaj krijohen vlerat, mbi bazën e këtyre vlerave krijohet një sistem juridik, krijohet arti, kultura, dhe pa këto është e pamundur, do thotë, dikush do të mund të bëjë pyetje, po si mund të ekzistonte Shqipëria Enver Hoxhës atëherë kur nuk ishte fe. Ka mund të ekzistojë sepse atë ka bartur inercioni i fesë. Një makinë mundet me ecë pa shofer edhe një kohë, goxha të gjatë. Nëse shoferi e lësho shpirti des, e makina deri të has diku në Humner, shkon, vazhdon. Dhe Shqipëria Enver Hoxhës vazhdoi për 20 tash 67 deri në 91-ën, Sovjet po vinë. Vazhdoi derisa e thop qafën në Humner. Derisa ra aty ku është për tu ringritur. Por ringritja prapse prapu detyrohet të bëhet mbi disa vlera morale. Këto vlera morale burojnë për fesë. Po kthejmë tani, si rilindas e shqiptar më vonë e korrigjun këtë, dhe në vend të asaj që feja mos shikoni kisha xhamia, u ofrua toleranca fetare. Barazia, që është shumë që është themel i kombit shqiptar, është barazia mes fejë. Për dallim për shembull tek projekti serb për kombëndërtimin, ku edhe Vuk Karadžići, për shembull, në kohën e Vuk Karadžićit, serbët mendonin që kombi serb duhet krijohet nga të gjithë slavët që banonin, do thotë prej Danubit, kufirit Romon e deri të Rijeka atje, deri në bregdetin Adriatik, do thotë gjithë ata që flisin dialektet Shtokav, Kajkav, Çakav, që bjen faktikisht gjithë sërbë të sotëm, kroatë të sotëm, bosnjakë të sotëm, vetëm se thoshte se këta Vuk Karadžići thoshte, do thotë në sërbët ortodoks, sërbët musliman dhe sërbët katolik. Mirë, po ky projekt pse u dështoi ky projekt sërbë? U dështoi për faktin se ata nuk vunë siç vunë rilindas e shqiptar shenjën e barazisë mes këtyre komuniteteve fetare. Pse katoliku Tazom nga Zagrepit të pranonte të ishte serb i rendit dytë, në vend se të ishte një kroat i rendit parë. Sepse formula ishte që do të thotë, po, të gjithë janë serb, por ai që është serb ortodoks është serb tamam has serb, ai që është serb katolik është i rendit dytë, ai që është musliman është i rendit tretë. Dhe kështu natyrisht lindi ideja e kombit kroat, se thanë se të jem serb të rendit dytë, u qenë me konë kroat të rendit parë. Ose tek bosnjakët të zonë e sotëm, ku
fillimisht ato kishin u trajtuan domethënë si serb nga ideologji, pastaj edhe nga ideologjia kombëtare kroate u trajtuan si kroat. Madje romanët e poezitë të shkrimtarëve, poetëve kroat të rilindjes i trajtonin ata kishin për personazhe një emën katolik, një emën musliman. Dhe kjo zgjati deri në shtetin e pavarur kroat të Ante Pavelićit, ku edhe kardinali Stepinac edhe muftia, e kam harruar emrin tani, më falni, ja se kohë, pra ishin prezent ku bëhej betimi i Ante Pavelićit. Të dytë, domethënë, ai bëri betimin para Biblës dhe Kuranit. Do të thotë që tentonte që kroat janë, domethënë, edhe të gjithë, por ai që ishte kroat katolik, ishte kroat i rendit të parë, ai musliman kroat i rendit të dytë, dhe kjo lindi ideja kombit bosnjak, kombit të sotëm bosnjak, pse të ishin kroat të rendit të dytë, serb të rendit të tretë, të qenë bosnjak të rendit të parë. Por rilindësit shqiptar, po kthehem, pra nuk e bën të gabim. Ata rilindësit shqiptar vunshen e barësisë, pa marrë parasysh 70% musliman, 20% ortodoks, 10% katolik, të gjithë janë barabartë. Dhe kështu që bën që të gjithë, edhe shqiptari katolik, edhe ai ortodoks, edhe ai musliman të ndihen njësoj, dhe kjo formulë u tregu shumë kohezive. Rrjedhimisht toleranca, një prej vlerave që u kriju nga rilindësit shqiptar. Nuk është kjo që toleranca rrjedh me gjenin e shqiptarëve, por kjo është një vlerë kultivuar, që u kultivuar nga rilindësit. Çfarë themi atëherë për shembull për rastin e Qamërisë, ku Napoleon Zerva, ai i cili i ndjeku shqiptarët e Qamërisë me humë, me zjarr, në tytat e armëve, i ndjeku nga trojet e tyre, ishte një shqiptar ortodoks, nuk ishte grek. Çfarë mund të flitet dhe nga Qamëria u shpërngulën vetëm shqiptarët musliman, jo shqiptarët ortodoks. Pse? Sepse këta shqiptarë që jetuan në Greqinë nga viti 1912 dhe në vitin 1944, nuk u edukuan me frymën e rilindësve shqiptarë. U edukuan, shkolluan me frymën e nacionalizmit grek. Dhe ai që ishte shqiptar ortodoks filloi ta ndjej veten grek, ai musliman si trupi huaj, dhe prandaj ndodhi ajo çfarë ka ndodhur në vitin gjenocidi ndaj shqiptarëve muslimanë të Qamërisë në vitin 1944. Çka është tjetër përbashkët këtu në krijimin e kombëve? Miti, për shembull, tek ne shqiptarët për mu mungjisi komb, rilindësit morën figurën e Skënderbeut. Serbët morën figurën e Car Dushanit. Bugarët morën figurën e Borisit. E tjerë, domethënë, periudha më të ndritshme, më të hershme historike. Dhe tani kthehemi tek konformimi arab. Çfarë do duhet merren arabët? Cili ishte Car Dushani i tyre, ose Skënderbeu i tyre? Në kohën në cilin jetojmë, Mohamed bin Abdul Wahabi, ai ka lindur në vitin 1703, ka vdekur në vitin 1792, i vjen vitin 1915 sipas hijrit, shekulli 18, pra. Është koha kur edhe në pjesë tjera të botës pra polinin komb. Dhe duhet artikulohej edhe ideja kombëtare arabe. Pa nuk ishte artikuluar dhe një prej atyre elementeve në këtë idenë e konformimit duhet ishte pra të gjindej kjo figura, gjindej Skënderbeu apo Car Dushani apo Borisi, dhe në këtë rast arabët kanë kishin profetin Muhammed.